Pas rezultateve zgjedhore të KSZ-s, kalkulimet për formimin e qeverisë janë në qendër të vëmendjes. Kush me kë, cila me cilën parti do të bëj koalicion për të formuar qeveri? A do të qëndrojt fjalëve pas krerët politik të cilat i thanë në debatës zgjedhore në televizionin 21. Kryetari i LRPDSH Zjadin Sela kishte deklaruar se pas zgjedhjeve do të unifikoj spektrin politik shqiptar dhe do të ftojnë të gjitha partitë politike që do të kenë deputet në parlament për të bërë këtë. Pa vullnetin e palës tjetër jemi gjallë sot. Sepse në qoftë se do të ishte pyetje vullneti i palës tjetër, e keni fjalën për palën maqedonase. Vullneti i palës maqedonase është shumë e qartë që këtu s'duhet ketë asnjë shqiptar. Ndërsa kryetari i Lëvizjes Besa Bilal Kasami deklaroi se nuk do të bashkëpunojë me politikan të akuzuar për krime pa dhënë llogari. Me çdo njërin subjekt politik i cili do të pranojë që të flasë për ridefinimin e këtij shteti. Kryetari i PDSH-s Mendo Thaçi në debatët zgjedhore kishte deklaruar se nuk do të bëjë koalicion me BDI-n dhe VMRO-DPMNE-n. Në bashkëpunim të plot me të gjithë përveç me Ali Ahmetin dhe me Gruevski. Më i rezervuar ishte shprehu kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, kur deklaroi se koalicioni me parti do të varet prej mandateve të fituara. Dhe ne do flasim me të gjitha me palët, varësisht se si dalin rezultatet. Sa do t'u përmbajnë fjalëve të tyre krerët politik, do të kuptohet në ditët në vijim. Dhe e dyta, për shkak se ajo është